Fehmi Hysenaj nga Nisma për Kosovën është në studion e Kontaktit, me të cilin do të flasim për protestat e paralajmëruar nga opozita, por njëkohësisht do të flasim edhe për gjendjen e krijuar politike në vend. Mirëmbrëma dhe mirë se vini zot Hysenaj. Mirëmbrëma, mirë se gjeta, faleminderit për ftesën dhe i përshëndes të gjithë teleshoqësit e juaj të Tribuna Channel. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka paralajmëruar që me 14 maj të protestoj kundër marrëveshjes së demarkacionit dhe të bashkisë së komunave me shumicë serbe. Cili është komenti i Nismës për Kosovën sa i përket protestave? Po, unë Nisma për Kosovën mendon që qytetarët kanë shumë arsye për të protestuar, janë të shumta ato arsye, duke filluar nga gjendja ekonomike e sfundi edhe nga gjendja e thellë, kriza thellë politike. Mendoj që arsye për të protestuar ka në të gjitha fushat, mirë po Nisma për Kosovën mendon që protestat duhet të jenë të koordinuara mirë në mënyrë që të kemi sa më shumë përkraje nga qytetarët. A do ta mbështet Nisma për Kosovën aleancën? Besoj që për këtë punë do të vendosë Kryesia Qendrore dhe Këshilli Kombëtar, cilin e kemi nesër mbledhjen. Besoj që do të vendosë edhe për çështjen e bashkëpunimit të këtij grupi opozitar, por edhe për çështjen e mbështetjes protestës. Normalisht që kur dihet objektivi i protestës, Nisma për Kosovën gjithmonë ka qenë pro që të protestohet nëse është një objektiv i qartë. Që do të thotë do ta mbështet AK-n, pasi që sipas të gjitha gjasave, besoj që ne do të jemi pjesëmarrës në protestë. Nuk e di sigurt a do të jemi bashkë organizator, por do ta mbështesim sepse qëllimi i protestës është që të kundërshtohen qeveria e Kosovës, e cila me një farë mënyrë në shumë pika e ka shkel Kushtetutën e Republikës Kosovës. Po, vetëvendosja mendet që do të marrë pjesë në këtë protestë. Madje ajo është deklaruar se mund të organizojë një protestë para kësaj date. Cili është komenti i Nismës, apo do t'i mbështetni të dyat apo? E mirës ka qenë që ne jemi bashkë si në të gjitha protestat e tjera, mirë po realiteti i krijuar këtyre ditëve është realitet që ne s'mund të shmangemi. Vetëvendosja ka të drejtën plotësisht drejtën e vet që të protestojë edhe vetme, siç e ka edhe Aleanca dhe Nisma. Ne mund të protestojmë për çështje të caktuara edhe vetme, mirë po për çështje të madhore për të cilat jemi bashku faktikisht, që është hera parë që kemi një opozitë të bashkuar, mendoj që do të ishte mirë që të jemi të koordinuar, do të jemi bashkë. Mirë po janë disa arsye tjera që kanë bërë që ne mos jemi bashkë, që tash nuk do t'i përmend sigurisht opinionin veç do t'i merr vesh me kohë. A mund na thuash ndonjë prej tyre pse? Po arsyet faktikisht tendenca e disa antarëve në atë bllokun opozitar ka qenë shumë normale që ne të dalim në qoftë se organizohen zgjedhjet që faktikisht për ne janë të pashmangshme, që ne të dalim me një listë përbashkët dhe faktikisht lista e përbashkët ku do të futeshin të gjitha partitë e bllokut opozitar, si dhe persona nga shoqëria civile dhe njerëz me ndikim. Dhe sigurisht për këtë dy partitë e mëdha, se për Nismën kjo punë nuk është prishës, nuk do të prishet asnjëherë. Për Nismën nuk është prishës as bloku Vlan që ka qenë përpara, sepse Nisma ka qenë shumë modeste deri tash, mirë po tash e tutje nëse këto dy parti mendojnë që duhet patjetër të kalkulojnë edhe politikisht gjitha gjërat për të ardhur deri te ndryshimi i madh, atëherë edhe Nisma do të fillojë që të kalkulojë për vetë. Pra, përçarja brenda bllokut nisi pikërisht me listën e përbashkët. Po sigurisht nuk i di gjitha detajet sepse nuk jam pjesë atyre grupeve punuese, por sigurisht është tendenca që e dominimit në listë, sepse dikush prej grupit mendon që të jetë lider i pashmangshëm. Mirë por ne faktikisht e kam gjithmonë fjalën për Nismën për Kosovën, ne kemi dhënë gjithmonë këtij grupi unitet, i kemi lëshu penë të gjitha gjërat edhe në kohën kur ka qenë grupimi Vlan. Domethënë qëllimi nuk është i lehtë të arrihet ndryshimin nëse nuk jep diçka prej vetes. Nisma ka dhënë shumë çka prej vetes dhe do të jep edhe në vazhdimsi sepse e ka kërkuar votën në shenjë të ndryshimit. Ndërsa disa parti edhe pse edhe ato kanë proklamuar ndryshimin, në shumicën e rasteve pozicionohen për interesat e veta partijake. Në këtë rast duhet të lëshojnë pa këto dy partitë e mëdha, është në dorën e tyre në qoftë se dojnë të bëhemi bashkë në një listë të përbashkët, sepse vetëm lista e përbashkët dhe duke i futur edhe njerëz me ndikim shoqërisë civile
do të arrinte sigurt ndryshimin. Mirë po, nuk do të përjashtohet që ndryshimet vinte në bazë të pakënaqësisë së qytetarëve, e cila është shumë e madhe. Ju e dini që partitë në pushtet kanë bërë premtime marramendse për investime miliona, për vendet të reja të punës, 200.000, 120.000 e kështu me radhë. Mirë po, ato nuk kanë ndodhur, vetëm se tash bën disa thuja se modifikime të projekteve sa për të bërë diçka. Mirë po, esenca është që vendi nuk funksionon në mënyrë normale. Zyrtësena, në rast që shkatrohet bloku opozitar, ka do të rreshtohet Nisma për Kosovën nga vetëvendosja apo nga Alianca për Autonominë e Kosovës? Të them të drejtën, ne si parti jemi profilit të qendrës së majtë, dhe të gjitha ato parti që na ofrojnë neve për nga profili, edhe pse profili partijak këtu në Kosovë nuk është ende i definuar si duhet, sepse disa deklarojnë që janë të djathtë, janë krejtësisht majtë, disa mirë, por ne synojmë se Kosovës i vyn një parti e qendrës së majtë, siç është Nisma për Kosovën, dhe ato parti me të cilat ne mund të merrem me vesh për pjesë programore, të cilat ne i kemi që të inkorporojnë në programin e përgjithshëm, me ato parti do të jemi me afër. Nuk do të kisha thënë tash me cilën do të jemi, sepse thuja se në Kosovë tregoj edhe ky koalicioni qeverisës që shumë lehtë bëhen në Kosovë e majta dhe e djathta bashkë. Mirë po, ne do të mbetemi konsistent dhe ne me atë parti që do të bëjmë edhe listën e përbashkët edhe ndonjë koalicion parazgjedhor do ta mbajmë fjalën, sepse ky është atributi kryesor i ynë. Ne Nisma për Kosovën në bosh të saj e ka solidaritetin dhe mendon që në këtë kohë hapësira për solidaritet është më e madhe, sepse gjendja vërtet është e rëndë dhe sociale. Cila nga partitë e bllokut po tenton ta prish unitetin? Po unë thash qysh më herët që dy partitë e mëdha e kanë fajin, do të thonë tash kushtimisht të mëdha, po në bazë të rezultatit zgjedhor, sepse tash gjendja në terren sigurisht ka filluar të ndryshohet, nuk është ai rezultat zgjedhor si ka qenë. Nisma për Kosovën me kompetencë mund të them që e ka dyfishuar numrin e anëtarëve dhe përkrahasve. Kështu që ne, duke u bazuar në statistikat zyrtare, kanë të drejtë të themi që ato dy partitë e mëdha. Mirë po, faktikisht ne kur të bëjmë një listë, do të konsultohemi në bazë edhe në degët tona, por edhe në qendër, dhe do të marrim vendime meritor. Besoj që për neve nuk kemi vijat kuqe për asnjë parti. Po flisni shumë për listën e përbashkët. Sa besoni që gjatë këtij viti qytetarët do t'ju drejtohen kutive të votimit? Kjo është një pyetje mjaft e mirë, por nuk di sot t'ju them për përqindje, po zakonisht përqindja e qytetarëve gjithmonë ka shkuar duke rrallë, sepse nuk e kanë pas motivin për të dalë në zgjedhje, sepse nuk e kanë pa asnjëherë nuk e kanë marrë atë produktin që është ofruar ose që është premtuar në zgjedhje. Shumica e qytetarëve në zgjedhje ju kanë drejtuar partive dhe kanë marrë nga ato parti premtime që faktikisht kanë qenë të parealizueshme. Nisma për Kosovën ka qenë ndoshta ndër të vetmet që s'ka bërë asnjë premtim që nuk mund të realizohet, sepse slogani ynë nuk është vetëm për një palë zgjedhje, por është i përhershëm, domethënë ne mbajmë fjalën dhe do të synojmë që aty të jemi gjithmonë. Në rast që nuk bëhet kjo lista e përbashkët, sa është e gatshme Nisma të futet vetë në Nisma është për herë e gatshme që të jetë vetëm në listën zgjedhore dhe në zgjedhje. Arsyeja pse është e gatshme sepse vazhdimisht kemi prurje të reja dhe e thash edhe më herët që ne që kemi shtuar numrin e anëtarëve dhe nuk i kemi më problemin e asaj, sepse për një muaj e kemi pas vështirë në të mërrim, tash i kemi 2 vjet aktivitet. Lista e Nismës nuk do të jemi aty të ngushtë që të marrim vetëm njerëz të aktivistë të partisë, do të fusim edhe njerëz me ndikim në vendet të caktuar, kështu që mendoj që Nisma mund të shumë lehtë edhe vetme të garoj, por si e vetme dhe kështu si të ndara, unë jam pesimist se do të vijë ndryshimi për vendin. Ndryshimi për vendin vijë nëse ne, grupet të cilat janë të pakënaqura dhe grupet e interesit të shoqërisë civile, pse jo edhe
ndonjë organizate që përkrah edhe mediat të kështu me radhë, që të bashkohet në atë listë dhe të arrijë ndryshimin, të vijmë partia e parë në zgjedhje. Mirë po, kjo ka ndodhur momentalisht, ndoshta në këto ditë mund të ndodhë, ne jemi përkrahas të kësaj, sepse shumë ndoshta edhe analista që janë edhe në studion tuaj, po edhe në studio tjera, theksojnë se nisma mundohet që të tifos partit në një listë përbashkët në mënyrë që të asigurojë të mos ketë problem me pragun. Kjo nuk është e vërtetë sepse ato se kemi fare problem këtë kohë. Problemi kryesor është vetëm se ne e synojmë ndryshimin. Edhe kemi marrë votë për ndryshim. Kur them që kemi marrë votë për ndryshim, ne kemi qenë vazhdimisht edhe pse kemi pas oferta nga pushteti për të ofruar edhe në koalicion, edhe në shumë hapa sigurisht ju i dini. Mirë, por ne asnjëherë nuk kemi ra në ato shantazhen dhe në ato oferta, kemi qenë konsistent sepse kemi marrë votën për ndryshim. Ndërsa partitë tjera, sidomos partitë në pushtet, nuk e kanë marrë votën për të trafikuar. Jam i bindur shumë që asnjë antar i LDK-s nuk e kishte votuar LDK-n, them asnjë ndoshta shumë ekstreme, po shumica antarëve të LDK-s nuk e kanë votuar LDK-n për ta bërë Hashim Thaçin president, po ashtu edhe shumica antarëve të PDK-s nuk e kanë votuar PDK-n që të jetë Isa Mustafa kryeminist. A ka marrë nisma për Kosovën ofertë nga kjo qeveri që të jetë pjesë e vazhdimisht, po ato tash mund të them që zyrtare me shkresa unë nuk po vazhdimisht në për njerëz që se ne kemi shoqërinë e përbashkët, kemi qenë kohë shumë gjatë në atë parti, shumica e njerëzve të nismës për Kosovën, shumica, them se ka edhe njerëz të partive tjera janë nga Partia Demokratike të Kosovës dhe në grupe të caktuara meq angazhohen që të përsërit të jetë nisma në qeveri. Mirë po, leadershipi nismës e ka tregu që ne do të jemi konsistent kësaj, sepse kemi kërku votën për ndryshim. Ndryshimi nuk bëhet momentalisht me Partinë Demokratike, që është kjo, kuptohet që nuk kemi vijat kuqe në të ardhmen mund të bashkëpunojmë edhe me Partinë Demokratike, por që të shkojnë synimet tona programore përpara. Flasim shkurtimisht pak edhe për degën e nismës në komunën e Shtimes, ku jeni edhe kryetar. Ku ndodhet kjo parti në Shtime? Faleminderit shumë. Me të vërtetë në degën e nismës në Shtime unë ndihem më së miri sepse aty kemi bërë një ambient shumë demokratik, një ambient ku mendimi kundërt mendimi ndryshe respektohet, në ambient ku faktikisht dera hapur është për të gjitha partitë dhe ne në momentin kur të na vije siç tash që kemi antarë të ri që na kanë ardhur, ju kemi thonë që ju jeni barabartë me antarët që janë për fillimit, sepse vlera ju do të vlerësohet në aktivitetin dhe në vlerën e juve intelektuale që keni. Unë mendoj që dal nga dal, sepse populli jonë është i atill, dal nga dal është duke e parë, edhe është një rast i mirë për nismën për Kosovën, edhe në Shtime, sepse të pakënaqërit e partisë në pushtet, Partisë Demokratike që 16 vjet për 17 faktikisht është në pushtet në Shtime, ata të pakënaqur shumë më lehtë i bashkojnë nismës për Kosovën, po ashtu edhe të pakënaqur të Lidhjes Demokratike të Kosovës që është gjithmonë partia e dytë në Shtime, edhe ata shumë më lehtë do të bashkohen partisë tonë për nismës për Kosovën. Zotëri Hussein, ne falenderojmë për intervistën. Faleminderit edhe juve. Ne të nderuar shikues, shkojmë me reklama dhe rikthehemi sërish në studion e Kontaktit me informacione të tjera.